thojnë për në Oman. Me bindur që shumë nga ju, basi nuk kanë dëgjuar asnjëherë për Omanin, nuk e din as ku mbjes, dhe kjo gjë më ka ndodhur të paktën kur më pyesin njerëzit ku do ikni këtë herë, unë i thoya në Oman, ishim kështu. Ku është ky? Edhe unë nuk është se kisha shumë informacion deri para disa kohësh, kur filluan të dalin videot e Omanit kudo nëpër TikTok, nëpër Instagram, edhe është një destinacion në pjesën e lindjes së mesme, ngjitur me Dubain, dhe është një perle vërtet për plazhet që ka, kulturën, për sigurinë, qetësinë, që thash, okay, për ditëlindje do ikim në Oman. Udhëtimi nuk zgjat shumë, nuk shumë zgjat ky tranziti, është nga Tirana në Stamboll me Pegasus, është tek ai aeroporti Sabia Goçkan, kështu thuhet. Jo tek aeroporti kryesor, 1 orë gjys udhëtimi, këtu je 6 orë, 6 orë gjys tranzit, dhe më pas nga Stambolli në Moskat, që është kryeqyteti i Omanit, është 4 orë. Zemra, ditë shofësh kështu te Filxhan? Mirë. Ha? Mirë. Të hap numrin telefonit që vin të shofësh të ardhmen? Ha? Ma shifi që këqa thot për mua? Do ta kthesh seri. Se kam këtu, do ta pik komplet këtë dhe pastaj. Kthejme, sa mbahet i kthyer sa minuta? Po ti ku ke mësuar këtë? Praktik. Okej, mendoj që është gati, e lam çik më shumë se ç'duhet. Nuk e di si e ke kthyer, po ke një kokë që mund me ndonjë që koka ime. Është me gërshete ashtu pa gërshete? Ke me gërsheta fiksa. Ke një rrugë. Aha. Drejt fare. Aha. Oman thot? Prita shoh. E ke pirë shumë pa lum, duhet me çik më shumë lum që të jap më shumë shpjegime gjëra. Dhe shife këtë rrugën që ke këtu drejt fare. Se rrugë është ajo, ha? Po mirë, ti mundohet të bësh maksimumin më sa është aty. Drejt, në fund fare në Robertbanën. Dita ka. Po thot ndonjë gjë do ndryshoj, do bëhem më ndershme pa jo vetëm me rroba banje, me pallto. Për ndershmërinë nuk di si ta shpjegoj. Është perceptimi e jote. Po ti referohesh Franca për shkak. Nuk e di si rezulton e ndershme apo pa ndershme. Totalisht e pa ndershme. S'ka më pa ndershme. Ty si të rezultoj mua, kjo më duhet. Mua më rezulton shumë e ndershme. O, ngorça për ty. Sinceritet. Me sinceritet po e di, se më ha ndonjë gjë të mirë do më thosh në një lek në një gjë. Se vetëm koka jote thua aty dhe rrugë, këtë e di se jam me ty. Kam përshtypjen që ka mendime brenda në kokën tënde. Fillojnë si të thjeshta, pastaj komplikohen shumë. Aha. Në lidhje Pastaj ëndra jote përfundimtare është që ti je një njerëz me ndërgjegje. për të Filxhanin apo më thuaj gjëra që do ti. Shumë thjesht si Filxhan, shipe, nuk ka shumë. Po si jam unë, pse e komplikuar jam unë? Unë jam njeriu më i thjeshtë në botë. Ta kemi lënë ty të komplikuarin. Morë gjë veshës unë për vetës. S'mora dhe gjë, po. E cishme është që buri im mendon që jam e ndershme. Nëse dal me rroba banje, se kjo ka rëndësi. Mbase jam naiv. Oh. Nga gërshetat kështu dukesh këtyre. Sigur je naiv, thoshte një Instagram. E sigur që shqiptar nuk është, po na thuaj nga është burri jot. Bëj një as për gërshet. Po, Instagram, shkoni në Instagram, sa aty të e bëj. Ja ku është aty Muskate. Ja. Kemi edhe një 4 orë gjys kohë. Ne dolëm të shkruajtim pak këmbët, po unë kujtova që ne këtu një herë kemi ngërë një super mëngjes tek pjesa e restoranteve sipër, është restoranti Big Chef dhe më dërë që të manim ndonjë gjë tani, marrim një gjë të vogël për qeftë dhe për ndryshuar ambient. Po Tomi nuk është shumë dakord. Se është vogël. Ne sapo ulëm, restoranti është ky, është nice. Tani të shohim se çfarë do marrim. Nuk kam ngrënë fare proteinë sot, kështu që duhet të ham një çik proteinë. Qofte për shembull. Apo këto. Ose të mira. Shumë gjëra të mira paska. Ja dhe porosit që të binë me robotin. Po e nisi që kështu si me ditën e parë, me health, do me thënë.
marrë pulën me këta perimet, Tomi ka mora unë, pula Tomi duke kaq e mirë me spinaq pas. Oh, shash e buk? Po, me buk është. Patate. U do kësi buk e veças. Qa po thoja unë që po të regohesha e kujdeshme dhe pa e shëndetshëm, ja se si e shpërbleva vetën time pasi hëngra një salat me një ekler e meritoja. Këtë Tomi duket shumë interesante, nuk e di çfarë është, vetë e zgjodha, duket e mirë. Dhe 2 orë. Në çuan nga lokali, vajtëm prapë tek lonxhi, po ishte plot. Plot duhet të prisnim në radhë, që kishim nervë dhe ne thjesht po rrim këtu. Me në një gate rastishëm sa të dalë gate-i jon ta kuptojmë se ku jemi. Tomi po lexon, se po lexon në vërtet. Nuk lexon sa për video, po merresha me telefonin. Kur lexoj një libër të bukur fakt, që lexova gjatë kohës që isha në avion, po tani se kam hap në dorë, se kur lexoj më flet gjumë. Dhe nuk duat më flet gjumë tani, duat më flet gjumë kur të hyj në avion. Po na fillon Interi për gjysmore, kështu që presim shoqim Interi. Erdhi ora për të valur te gate-i jon, dolim në fund, është pak larg nga zona ku po rrini. Ndërkohë Tomi shikon Interin, është 1-0 për Inter, shef, të paktën kjo pjesë. Tani lexojmë gate-in. Ja ku jemi gati për të hyrë në avion. Kanë kaluar 2 orë, që kur jemi nisur, unë po flihet e tani, ka vjetur për 2 orë. Në bërë gjumë dhe për lexoj. Precën e gjumë të të. Për rreth 3 minuta besoj duhet të zbresim. Duhet kishte thënë kjo. Duhet ishte pilot e femër që duhet të zbresim tani, por nuk e ka thënë. Tomi sa mos e ka zënë gjumë. Shakat e Tomi me njëri që ka prit në avion. Tregoj pak tani në aeroporti Filmanit. Moskatit normalisht, të kryeqytetit. Omani besoj ka shumë aeroporte. Ky është aeroporti i kryeqytetit ku ne mbritëm e ku do qëndrojmë. Që na bëri përshtypje më njëherë sapo zbritëm në aeroport, do tek policët ishin shumë friendly, ishin shumë miqësor. Kujtohen në Dubai ishin nuk shumë më të rëndë, apo mos themi pastaj në Gjermani. Këto vende të truja, këtu ishin shumë nice. Shumë mirë. Shofim e qik tani ku janë valigjet. Valigja e Tomi doli, ndërsa valigja e ime po del. Të kësha i momenti ku më kap paniku. Dhe mendoj gjithmonë skenarin më të keq. Edhe pse jam natyrë që duhet mendoj pozitivisht, po ku është valigja e ime? Se po dalin gjitha valigjet dhe vetëm e imja jo. Po nuk kam treguar veshën në aeroportit sot. Shikoni çik. Për të punuar me valigjen. Ju dini tashmë që udhëtimet e mia bëhen me Globus Travel, që më çon në çdo cep të globit që dua, dhe sapo dolëm tek pjesa jashtë, ishte personi nga agjencia këtu që është i lidhur me Globusin, me emrin ton dhe tani po na shoqëron për tek makina. Udhëtimet me Globusin janë kaq të lehta, kaq të rehatshme. Çdo gjë shkon vaj. Kur kujtohet shpirt që kemi heq me anullimin e vizës e me probleme të tjera që kemi pasur përpara. Po, në agjencitë të tjera ku kemi pasur ta eksperjenca e kam treguar shumë të hidhura. Por realisht me Globusin, domethënë, nuk e vrasim mendjen për asgjë dhe mendojmë për çdo detaj dhe janë super korrekt. Shumë. Kështu që deri tani po shkon çdo gjë shumë mirë. Dhe mjeti ynë. Thank you. Perfekt. Tu është ora 3.
E natës, jo 3:30 në fakt, ka vajtë tani. Po vap 4, ka vajtur 4, që vjesh ora 1 me orën në Europë në Shqipëri. Vap është, po më marrë që është vap, për vap këmi ardhë. Da e për të gjaketën. Për to këspeq. Ja parë që në radhë si, në rrugët e autostradët. Gigante. Vetëm për të rritur. Jemi duke vajtur të dhoma, e mbanë mund të shpër, nësë më duke. Shumë e komplikuar. Wow. Shumë i madhë këtë hoteli. Të tregojmë me një herë dhomën. Bukur. Shumë bukur. Ka dhe balkonin jashtë. Frutat e mirëseardhjes, po, i dua. Toaleti, gjikant, pjesa e garderobës. Vaska, që duket nga dhoma. Zemër, sa seksi që ka kjo vaska këtu? Kjo vaska këtu që duket edhe nga pjesa e dhomës? Se më gjeti merak që nuk u tregova veshje që kisha sot për aeroport. Ja. Tani dhe ikim të flemë, se e kuptoni vetu është ora 5, jemi ora 2 në Shqipëri, jemi të lodhur. Tash jemi nesër në një video tjetër për të treguar për ditën e parë në Muscat, Oman. Natën e mirë, mos harroni bëni like, subscribe dhe comment sepse këto gjëra më motivojnë që të vazhdoj të bëj akoma edhe më shumë video.